shkurte, do më thonë, si ka mundësi, juridikisht, as nuk s'jam jurist, po logjika, si ka mundësi, është një thoj, si kur një prokuror të pezulloj një punoj statin. Por s'ka asnjë të drejtë, nëse punojësi ka bona i gjo, ai mund vita arrestoj, mund vita kërkoj pandero, por ta pezulloj për sa kohë është i lirë, nuk mundet. Kjo është me gjymen për durët në kohë. Dhe në qoftë se e lejoj ligji, sepse ai që shkarkon dhe ai që i heq antar qeverisë është vetëm kryeministri. Pra, këto po morin kompetencat e kryeministrit në këtë rast. Dhe kjo është skandaloze. Jo se vje keq për Belindën, Belindën morin ta gjykojnë ta por as nuk vjen keq për Belindën, s'u vjen, po më duket nonsens. Për një shtet ku veprohet me procedura dhe veprohet me ligje. Pra, kush ja i çak të drejtë spakut për të bërë një ecë të mashina?